Mirdita, sot është dita e historisë, jo vetëm e 20 shkurtit të vitit 1991, por po kaq e 20 shkurtit të vitit 2026. 20 shkurti i vitit 2021 solli pranverën e demokracisë, solli çlirimin e Shqipërisë nga kulti më mizor që shqiptarët kishin njohur në tërë historinë e tyre. 20 shkurti i 2026-ës do të sjellë pranverën e re, do të sjellë përmbysjen e hajdutit më të keq, më të pamëshirë, që shqiptarët kanë njohur në tërë historinë e tyre. Ndaj dhe jam këtu për të ftuar çdo qytetar shqiptar, çdo opozitar, qytetar të të gjitha bindjeve, të gjitha besimeve, pavarësisht se çfarë mendimesh, opinionesh, kritikash, pakënaqësirash, objeksionesh që mund të kemi për njëri tjetrin, të bashkohemi të gjithë kundër kësaj të keqje që po shtërron lëndën tonë kombëtare, kombin tonë, po shkatërron Shqipërinë. Sot është një ditë që çdo qytetar të shpreh zemërimin e tij në sheshin e dinjitetit, e guximit, e misionit. Ndaj dhe edhe njëherë ftesa ime për mbar shqiptarët në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmës sonë, fitoren tonë. Faleminderit. Berisha, pak orë para tubimit, policia e shtetit ka njoftuar se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit për shkak se mund të ketë akte dhune. A keni një koment dhe a mund të na zbuloni sot në këtë ditë simbolike të fortë për Partinë Demokratike, do ketë ngujim në shesh apo jo? Komenti im është ky. Narkopolicia të ruaj, të kryej detyrat se zyrtarët po arratisen, po ja mbathin. Po ja mbathin. Si mit. Çfarë mendoni ju se janë arratisur është arratisur vetëm Agaçi? Janë arratisur 10 të tjerë. Një komshi e Lubis më thot 4 ditë që nuk vjen në shtëpi. Unë nuk them se është arratis. Por komshia se shef, shpreh shqetësim. Ku është thot? Sigur jam unë komshi i tyre. Pra, po. Absolutisht. Pra kjo është prekupimi. Sidoqoftë, i bëj thirrje organit të akuzës të bllokoj provizorisht të gjithë pasaportat e zyrtarëve që kanë dosjen skap. Pa përjashtim. Sepse largimi
absolutisht ku do që shkojnë do t'i gjejmë. Por është një akt shumë i turpshëm. Jam mbathi Agaçi, jam mbathi Agasi, drejtora që s'ja u dje emrat, ka një fugë masive nga administrata. Përsa për këtë asaj që thonë ata, rendin protesta është paqësore. Ne organizojmë vetëm protesta paqësore. Dhe ne kemi platformë këte. Se po të donim ne, po të mos e kishim, nuk thonim ne protest paqësore. E kënë gjutë në përtakime më thonë mua, pse e thua paqësore? E them se e kam bindje unë atë. E kam platformë atë. E kemi platformë ne. Ne jemi opozitë demokratike. Opozita nuk ka bandit si që ka të tipit Proda dhe Sokol Bishga. Nuk ka në gjirën e saj kriminal si ata. Trafikant, vrasës. Ndaj dhe ky është një akt provokacioni i rëndë, i tyre që nuk ka asnjë impresion. Opozita do të vazhdoj gjerën fitore të plot dhe këta mi që po ikin do të kapen ku do që t'jenë. Ja u them unë, se të vjedhish 13 vite qytetar shqiptar dhe momentin kur mërvesh se lëshufjet arresti janë ba dhe ikën, absolutisht, së pari, korupcioni do shpallet krimi rënd. Së dyti, largimi do shpallet një krim që dyfishon denimin, në mos trefishon denimin. Çka do thot do kalben gjithë vitet e mbetur atjes në burg për këtë largim që bëjnë. Mora përgjigje do ngujoheni sot në shesh, do qëndroj protesta opozitës? Skenaria është atje. Do jeni aty dhe do të ndiqni me shumë vëmendje. Lajmëruat protest paqësore, do thotë që nuk do keni molotov për të hedhur sot në protest? Tani, këto që thoni ju, këto janë, nuk i organizon Partia Demokratike. Pse shifri ju ato inskenimet e Ilirian Prodës që i pregatisin në zyrat e policisë dhe japin si foto, nuk i hanë kush ato. Protest e fundit ishin policia që i hidhte mjete piroteknike kundër opozicë. U kapa me filma. Me filma u kapa. Kishte edhe eksponent Partisë Demokratike bashkë me disa persona të cilët... Jo eksponent, as një eksponent. Nuk keni hedhur molotov? Kishte në njerëz të zemruar që hidhin në një shash, ka ndonjë fishek zjarr, ajo është punë tjetër, por nuk ishin pra asnjë ju nga distanconi nga çunat e molotovit. Urdhoni? Ju distanconi nga ata persona që hedhin molotov në protestën tuaj. Ne kemi protestë paqësore, kjo është. Çfarë do të ketë ndryshe kjo protestë nga protestat e tjera të opozitës, zoti Berisha? Do jeni aty dhe do t'i ndiqni vetë rishësitë e saj. E kanë dorë qytetarët. Zoti Berisha, ndërkohë që ju sot protestoni në Tiranë, kryeministri Rama ndodhet në Washington. Si e pat ju takimin e dieshëm në bordin e paqes, edhe me presidentin Donald Trump, me të cilin pat jo vetëm një shtrëngim duash, po edhe një bashkëbisedim? Edhe një herë? Si e pat ju dje takimin e kryeministrit Si Rama që me panë presidentin? gjithë shqiptarët. Si që panë gjithë shqiptarët. E pa. Ka që mund të them. Dakor. Nuk ishte. Atë mund të them. Ishte takim ndërkombëtar i bordit paqës, Shqipëria në hallën e saj të madh. Nuk kish me këtë përfaqësohej, masi Harami është sklav i Edi Ramës dhe nuk ka shumë.
Shkoj Edi Rama dhe ju e pat vetë. Ju e pat vetë. I keni vetë parasysh njoftimet që kishte bërë për para, e përbyjë që këtë këtu, aty, e kështu, ashtu, e pat vetë. Pyetje tjetër? Pret shumë pyetje. Me 20 shkurt, në të njëshit, keni rrëzuar shtatorën e diktatorit. Sot këtë do të rrëzoj Partia Demokratike, për shkak se ashtu sikur se tha dhe kolegu, Edi Rama nuk ndodhet në zyrë. Enver Hoxha ndodhe në varë, kur ne e përmbysëm. Enver Hoxha ndodhe në varë. Po rrëzuar shtatorën, sot këtë do rrëzone. Ne faktikisht përmbysëm regjimin e tij atë ditë. Shtatorja ishte një simbol i atij regjimi. Kurse është pse ambath Edi Rama, qytetarët e shohin vetë përmbysjen me sy të tij. Edi Rama shpresë nuk kam. Ju dogje gjithë, thash, mit po ikin nga ania që po mbytet. Nuk ka, po ikin mit. Zoti Berisha, ju gjithmonë jeni diskret në skenarin e protestës, por duke qenë se një ditë më parë nisi dhe muaji i shenjtë i Ramazanit, a do zhvendoset këtë herë protesta në dyert e parlamentit aty ku fare pranë ndodhet xhamia, apo do kemi një dinamik tjetër, do kemi një zhvendosje tjetër? Të gjithë ata që agjerojnë, nderimin dhe respektin tim më të madh. Denoj me forcën më të madhe pushtimin e vakëfit dhe xhamis nga bandit me uniform. Dhe kërkoj që njeri prej tyre të mos shkel në teritorin e vakëfit dhe xhamis. Protestuesit, absolutisht, përveç nderimit më të madh që kanë ata që falin namazin në xhami, nuk mund të kenë asgjë tjetër. Ata që hynë me uniforma, ata që përdorin teritorin kundër protestuesve paqësor, ata në ferr do përfundojnë. Në xhenem. Atje kanë vendin. Ata kryejnë një akt 2 herë me trënd. Prandaj, ne u shprehim respektin me të madh. Se çfarë bëjnë banditët, atë nuk është përgjegjësia jonë. Por ne do të shirojmë shqiptarët edhe nga këta banditë. Zoti Berisha, dhe një pyetje të fundit. Nëse parlamenti nuk heq të hënën imunitetin e Belinda Ballukut, ka opozita një plan rezistence dhe kundërvënie? Faleminderit. Kryengritja paqësore nuk është për Belinda Ballukun, është për Edi Ramën. Du të jemi të sinqertë. Jo mos e nuk mund të populli është ngritur kundër Edi Ramës. Lubia është thjesht një sekretar i tij që ka zbatuar urdhrat. Rama ik. Ky është kryemotivi i kryengritjes sonë paqësore. Ky është. Ndaj dhe që në fillim ne kemi bërë këtë përcaktim. Besoj se është kështu apo jo. Ajo përdoret si mburoj nga Rama, sepse e din që fill mrapa është në radhë. Në radhë. Ju e dini besoj. E dini këtë. E dini çfarë ndodhi me korridorin 8? E morët vesh. U përmbys çdo projekt, çdo plan brenda 24 orëve. Ishte parashikuar mikprit se Lubia u refuzua në unison nga partnerët dhe vendet tjera
dhe e mori Spiropali. E pati Lubin të ishte në atë takim? E pati gja, ishte për koridorin 8, për transportin. A i keni parasysh vizitat e saj që sa herë ka shku në aksin Elbasan Dibrash, dhe ajo e veshur me kostumin e ndërtueses? E keni pa? A ishte gjaty? Ku ishte? Prandaj komshia më çon mesazh mua. Ku ishte? Ja pra, mediat, a nuk janë këto që duhet ja u thonë shqiptarve? Po duhet marrin vesh nga komshit? E po këtu është problemi. Do ketë novitete. Edi Rama edhe atje ku ishte. Edhe atje ku ishte. Mendoni ju se nuk kishte mesazhe, nuk mori mesazhe? Absolutisht. Sigurisht, seanca kryesore nuk ishte për problemet, ishte problemet e, po në korridore ka marrë gjithë mesazhet ai. Me dëshmitar Ervin Demon. Tani kuptojnë ju vetë ju. Ervin Demo, dëshmitari. Asnjë tjetër, Delegacioni përbëhen nga Edi Rama dhe Ervin Demo. Psehen, hetojeni. Miru pafshim.